Përshëndetje për të gjithë, dua të sqaroj edhe një herë se unë nuk jam në garën në zgjedhjet parlamentare që do të bëhen me 28 dhjetor. Mirë po, dua t'ju konfirmoj edhe një herë qëndrimin tim të palëkundër që Kosova të jetë pa burka, pa ninja. Edhe këto veç kryt më majek se këto deri sa tjetojnë e kom e realizu. Qysh kena me realizu? Do ta shohim, tutje. Po me heq dorë, kur mos të menon dikush që unë kam heq dorë. Së të mos ata që më njohin e din, kur të vendosit diçka, unë e qaj dejnë fond. Mirë, po normalisht vullnetin e qytetarëve nuk e kam dorë, po se cili ka vullnetin e vetë. Qysh kam thonë që ta zonë në zgjedhjet për kuvendin e Ferizajt, nuk e marrëm mbështetjen e duhur e nevojshme me qenë anë të kuvendi, masin qysh një anave që kisha hedhë në votim, së në kom pas gati atë dokument. E tash, në këto zgjedhje nuk jam ngarë, po nëse do të ketë zgjedhje tash ma shpejt, ka mundësi që do t'jem, edhe do t'a shtyjnë këto. Se kjo është kusht e imi për çdo listë zgjedhore është që me e mbështet heqen apo ndalimin e mbolimit të fytyrës që na i thojmë ndalimin e burkës ose ninjave në Kosovë. Prandaj, për gjithë ata që kanë shpresu, se mos ata kundërshtarë që kjo punë ka mbaru, edhe një hapja përsëris që kjo punë veç vonim se ndalimi i burkave apo i ninjave në Kosovë ka me ndodhë. Veç vonim se pështim kjo punë nuk ka. Nëse dojmë me shku drejt rrugës evropiane. Tek i fundi ka me orë një moment, ka me orë dhe një moment ku s'kan qare, ju thamë s'kan institucionet tona për realizu qëta. A di qare për s'kan? Se kuj të dosh më shkuti, na nuk i na të dosh më integru në Siria, në Afganistan, ku me ditë në Arabia. Arab para me nda, qëfar vendimi janë të morë Arab, të mira, pro-perëndimore, jam i befasum për të mirë, sa të janë të meqëm, ta icim për tuke. E neve ne kalon do lu, ma kështë dësane pa lidhe një këto silën. Po edhe pak, nuk dhe ta kanë gjatë. Shto që ju përshëndet zgjedhje, ju uroj një vikend të mirë, edhe flani dollë se kjo puna e ninjave apo burkave ka mu kry, e veç kryt ma jekshin. Hajde qao, tonë.